punë, për një karrierë, apo sa i përket jetës personale, për çka të ka ndiku? Ka ndiku sepse ka ndiku në çdo aspekt. Çështja familjare, martesa, mandej Ke bo martesë gabume, apo? po. Kam bo martesë të imponume, jo gabume, po martesë. Ta kanë imponu mu martu me një person. Po. S'ke qenë lumtur? Mandej çdo send ka shkuve, jo çdo keq. Jo pak, po keq çdo herë. Edhe normal si të ka martesë imponume vjen edhe te divorci. Edhe te problemet pastaj. Te problemet edhe normal. As ke pas mundësi me tregu që nuk po don me realizu këtë martesë pa dëshirën tone? Për çfarë moshe po flasim, a din çfarë kohe po flasim? Atëherë kam qenë 20 vjeçare, 21 jo martu. Është fakt se kushtet jon kon atëherë ashtu asisoj që është dashur me pranu një martesë që nuk e ke pas mendje atë person. Nuk e ke pas dëshirë mu martu me atë person. Po imponime, fjalët e hallkut, o duft me pranu. E ka ndryshuar krejt. Mande normal çdo send kur nuk martohesh me dëshirë çdo send nuk shkon absolut kur mirë. Edhe vjen edhe fundi i keq. Dhe kështu që kur jemi te fundi i keq, ai ke dhënë fund sa më herët që ke mujt apo ke vujt për një kohë gjatë në atë martesë? Po, mas 20 vjet jam ndo. Tu ka ndok shumë ato 20 vjet? 20 vjet si në buk përjetshëm në atë aspektin çdo send ka qenë keq. Çdo send, po fatmirësisht pastaj më mirë. Jam bonon, fatmirësisht kam fëmijë, jam bo gjyshe tash. Po e vuj këtë pjesë se ka ndiku në jetën tem private shumë. Kur e mendon kështu kohën, Ragbet, kishe pas mundësi me kthy, a e mendon si një jetë ato 20 vite të humbura, sigurisht përveç fëmijëve që a e mendoj që fëmijët çdo herë ja vlen çdo situatë. Ti sillim në jetë. Unë absolut këtë jetë që e kom përjetu, nuk e kisha zgjedhur. Të kisha kthy kohën prapa, po nuk e kisha zgjedh, as të kisha zgjedh personin e dur, as kisha përjetu senet që i kom përjetu. Dhe po çka ti bësh? Fati tilla, jeta nga njerë nuk është farë për dika, për mënyrën, vendin ku lindem, familjen ku lindem, nuk mundemi me zgjedhë. Është pjesë e jetës, është e shkruar edhe mbi gjitha, përveç vështirësive edhe unë jetoj në vend huj, kështu që është edhe pjesë e gurbeti është edhe më i vështirë. Kur je larg njerëzve që i don ndoshta edhe shoqeve që i rrit me to dhe e ndon një bisedë. Ragbeti ndoshta ka persona momentalisht që po e shohin këtë bisedën tonë. Çi kishe dashur më jap një mesazh trejave? Mesazh trejave shumë mirë janë tash i kanë çfarë e kanë jetën përpara ato unë janë mirë. Ne po i shohim vetëm disa në rrjetet sociale. Ne po i shohim vetëm disa dhe anën e mirë të jetës në rrjetet sociale. Po ka shumë njerëz, ndoshta jo në qytete, që e bajnë një jetë, them, ndoshta të vështirë me personin cilin veç kanë vendosur me kalu jetën ose s'kan vendosja u ka imponu. Çfarë zgjidhja për ty? Zgjidhja vetëm është që mu largu sa më shpejt. Jo për hatër fëmijëve, as për hatër që po thon njerëzve hallkut, mos flasin, absolut nuk ja vlen me sakrifiku për askën sepse një jetë kem, dhe ato dosh me shiju mënyrën më të mirë të mundshme me gëzu këtë jetë. Veç një mundësi e kemi veç një jetë e kemi kur e mendon. Veç një herë vim këtë jetë. Që rinia sotit absolut e di që nuk i përballojnë edhe nuk kanë nevojë mi përballua. Jo, edhe absolut nuk e kanë atë ide që me sakrifiku për hatët askujt. Edhe ju lumt rinis sotit që i kërkon drejtat e tyre drejtat e veta barabarta në një familje. Jo në nështrim.
Po të kuptoj që apo thu shumë mirë. Akbetet, falenderoj shumë që inkuadrove ndrym dytë dhe sa mirë që kemi njëra tjetrën edhe flasim edhe dërgojmë mesazhe